Çmimi i lartë i karburanteve vijon të dëmtojë sa më shumë bujqësinë, veç uljes së sipërfaqes së tokës së punuar, efekt ka patur edhe në procese të tjera. Shumë procese bujqit janë detyruar t'i bëjnë me krah për shkak të çmimit të lartë të karburanteve. 82 vjeçare Eleza Lezi nga fshati Borshi i Klosit është detyruar që plehun e bagëtisë ta shpërndajë me krah këtë vit, ndryshe nga vitet e kaluara që shpërndante mesator. I moshuari thotë se ka dy arsye që merret me bujqësi. E para është të ndihmojë të ardhurat ekonomike, pasi pensioni që merr nuk është i mjaftueshëm. Por ai thotë se me këto çmime të larta të karburantit, askush nuk do që të merret me bujqësi. Vetëm me karrocë, nga stalla e lopës e në parcelë. Është e lodhshme bujqësia, po është e nekëndshme. Çmimet janë nga shkaku i naftës, i luftës, edhe tregtarët abuzojnë, të me vërtetësi. Po nuk mjellin shumë, po mjellin ndelim janë shtre, të mjellin ndelimisër, kaq. Por në mu pensioni se nuk delu shumë, sa mojë, 50.000 lekë. Sipas ekspertëve të fushës, që prej rritjes së çmimit të naftës me nisjen e luftës SBA-Izrael-Iran, bujqësia në vendin tonë është dëmtuar rënd, pasi nuk ka patur një politikë të mirëfill për ta mbrojtur bujku nga kjo rritje e çmimit të karburanteve dhe lëndëve të para bujqësore.